Parrulla zyrtare e Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit është ndoshta anomalia më e rëndë politike që ka parë Shqipëria në këto 34 vite. Ky slogan është manifestimi më i pastër i egoizmit dhe narcisizmit politik, ku personaliteti i liderit dominon plotësisht mbi vetë forcën politike. Në këtë rast, Partia Socialiste është reduktuar në një mekanizëm që ekziston vetëm për të realizuar ëndrrën personale të kryeministrit për një mandat të katërt. Shqipëria në BE në vitin 2030 vetëm me Edin dhe PS-n. Në këtë slogan emri i Ramës i shkruar me gërma kapitale zë vend qendror, jo për arsye estetike, por për shkak të obsesionit personal të tij për pushtetin absolut dhe protagonizmin mediatik. Në të vërtetë ky slogan nuk synon kryesisht votuesit shqiptar. Ai është hartuar me mjeshtri nga Rama si një mesazh i qartë dhe provokues drejtuar kancelarive europiane dhe ndërkombëtare. Mesazhi që del nga ky formulim është i drejtë për drejtë. Pa Edi Ramën nuk ka integrim, nuk ka progres drejt BE-s. Rama i thot hapur perëndimit se vetëm ai mund të sigurojë hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por a është kjo vetëm një tek megalomane e Ramës apo një manovër politike e studiuar mirë? Të gjitha indicjet sugjerojnë se nuk kemi të bëjmë me thjesht narcizëm. Ka diçka tjetër më të errët dhe më të ndërlikuar në këtë strategji. Prej kohësh në ambientet diplomatike të Tiranës është formuluar bindja se Rama ka qëndruar shumë gjatë në pushtet dhe se vendi ka nevojë për një alternativë tjetër qeverisë së saj. Kjo alternativë sipas burimeve diplomatike mund të jetë një koalicion i gjerë pro-europian, i cili do të garantojë vazhdimsinë e reformave në drejtësi dhe integrimin evropian. Nuk përjashtohet mundësia e formimit të një kabineti teknik me ekspert dhe akademik që të ketë për krahjen e gjerë të forcave politike dhe ndërkombëtare. I informuar për këto lëvizje, Edi Rama nisi të veprojë duke faktorizuar sërish Sali Berishën dhe duke mbajtur peng opozitën përmes kontrollit mbi drejtësinë dhe institucioneve kyçe. Plani i tij shtrihet edhe te goditja ndaj SPAK-ut dhe figurave politike rivale në PS. Arrestimi i Erion Veliajt, që nisi me denoncimin e famshëm të Nesti Angonit, është pjesë e këtij skenari të Ramës për të ruajtur kontrollin absolut mbi PS-n dhe për të parandaluar çdo tentativë për zëvendësimin e tij. Vendosja në sloganin e fushatës e frazës vetëm me Edin nuk është as pak rastësi. Ky është një mesazh i qartë shantazhi drejtuar Europës dhe SBA-ve, duke u bërë të qartë se nuk do të toleroj asnjë skenar tjetër pa të në pushtet. Në një formë të drejtë për drejtë, Rama po u tregon ndërkombëtarëve se do të rezistojë deri në fund, duke e vënë integrimin evropian si peng personal, ndaj përsërit në mënyrë kërcënuese se nuk ka plan tjetër veç planit A. Por a është vërtet Rama aq i fortë sa pretendon? Ndonse ka mbështetje financiare dhe politike nga Erdogan dhe vendet e gjirit, ai është ende vulnerabël. Duke kuptuar këtë dobësi, Rama po negocion fshehtazi me Greqinë, duke u ofruar koncensione politike, ekonomike dhe kulturore për të siguruar mbështetjen e heshtur nga Athina. Në këtë kontekst të komplikuar gjeopolitik, slogani zgjedhor i Ramës nuk është thjesht propagandë politike, por një akt shantazhi i hapur dhe cinik ndaj Europës dhe Perëndimit.